Peka, por i kthehem tek ty, po pas ka një lajm të fundit që vetëm një paragraf do lexoj, sipas CNN-it, inteligjenca amerikane vlerëson se sulmet ndaj Iranit nuk shkatruan vendet bërthamore. Përbërësit kryesor të programit bërthamor të vendit mbeten të paprekur dhe programi Kajasa është shtyr vetëm me disa muaj, thot CNN dhe inteligjenca amerikane. Hidhen dyshime se Irani mund të ketë baza të tjera sekrete që nuk ishin objekti sulmeve amerikanë. Tani ato se çfarë thot CNN. Jo, inteligjenca amerikane. Jo, ato CNN-i, kush inteligjenca? CNN-i është kundra Inteligjenca amerikane është presidenti i Shtetit Bashkuar, sepse inteligjenca punon për presidentin dhe punon për CNN-in. Ajo çfarë me që përmende këtë, përmende diçka për Pakistanin, pastaj dal diku tjetër. Pakistan nuk jo rastësisht presidenti Trump ka dërguar me shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë pakistaneze. Sepse autoriteti shtetëror që bën ligjin në Pakistan është ushtria. Kryeministri përcaktohet në bazë vullnetit që ka ushtria, presidenti përcaktohet në bazë vullnetit që ka ushtria, aty ku janë të pakënaqur ndërhyn vetë bën grush shteti, kemi rastin e Musharraf në 98-ën, kemi rastin fillim vitet të 10 ish general Ziaul Haq që bëri grush shteti, kemi pas grush shteti edhe më përpara disa. Dhe autoriteti shtetëror në Pakistan që vendos si çfarë ndodh me Pakistanin është shefi i shtabit përgjithshëm. Dhe kjo është arsye që presidenti Trump është takuar me të dhe jo me kryeministrin apo edhe me presidentin. Sa i përket ditës së sulmeve, ka një se duhet kalojmë pastaj se e nisëm me presidentin Trump edhe u largua. Jo, atje do shkojmë, tek ai se ai është Chelsea sot. Ka pas raporte që presidenti Trump ka qenë në negociat, ka qenë në komunikim të drejt për drejt me presidentin Erdogan, me presidentin turk, para se të ndodhin sulmet. Po, pse? Kush është roli i Erdoganit? Ja të them ti. Dhe ka kërkuar që të ndërhyjnë tek Irani dhe ka propozuar që presidenti i Iranit dhe zëvendës presidenti amerikan të takoshin po atë ditë në Stamboll për të arritur një paqe. Presidenti Erdogan ka komunikuar me presidentin iranian. Madje propozimi i Trumpit ka qenë që edhe nëse don Ayatollahu vetë të vi unë edhe takohem me të, mjafton që ta mbyll si. Mjafton që të mbyllet kjo histori. Dhe thuhet sipas raporteve është që presidenti Erdogan ka komunikuar me presidentin iranian dhe më vonë ai është kthyer ke presidenti Erdogan dhe i ka thënë që Ayatollahu është i izoluar dhe nuk komunikojmë dot me te. Ayatollahu është i izoluar. Dhe nuk kemi dot përgjigje. Gjë që solli edhe tek kjo. E lidha e përmenda këtë për të thënë që ajo çfarë nëse del pozitive siç mendot, po të paktën përpjeket, ajo çfarë ka bërë presidenti Trump është e jashtëzakonshme. Statuset që i shohim në Twitter janë diplomaci publike reale në kohë reale. Dhe nuk janë thjesht shfryrje e tij. Ka shumë që thonë diplomaci në Twitter ama, në Truth Social, në rrjetet sociale. Pas statusit që ka bërë sot, Izrael kthe avionet mrapa, ka pas direkt komunikim telefonik me kryeministrin izraelit. Statuset e tij në Twitter janë formë e diplomacisë publike për të vënë në pozitë të vështirë ata që ka përballë, duke qenë se i bën publike qëndrimet e tij. Duke bërë publike qëndrimet e tij, automatikisht vetën e vendos me shpatullo pas muri dhe nuk e lën pastaj që këta të lozin me ta. Edhe deklarata, fjala e pistë që lëshoj. Ajo fjala që s'ishte etike për ta përmendur, pra çfarë drejshin po bëjnë. Nuk ishte pa qëllim, sepse ai mund t'i marrë në telefon edhe të uleras edhe më shumë, po kur e bën publikisht, do të thotë që e vendos vetën, mesazhi është që e vendos vetën në një barrierë ku nuk lëviz dot ky dhe i detyron ata të lëvizin nga qëndrimet e tyre. Ndjes Peka, perceptimi deri tani ishte sigurisht e Netanyahu që ftoi Donald Trumpin në luftë, pra sikur ai e ndërmori këtë akt pa marrë miratimin. Ndërka që me këtë që ndodhi sot, duket që dhe Netanyahu do t'i bindet urdhrave të Trump. Është ai që e zotron dhe ka kontrollin e gjithçkaje. Erla, çfarë shohim ne sot, nuk është as 5% asaj çfarë ndodh realisht. As 5%. E dim. Dhe as Izraeli, as Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ardhur në këtë pikë pa qenë të dakordsuar muaj më përpara dhe pa pas planifikuar muaj më përpara. Dhe kanë të planifikuar çdo detaj. Pra ajo që ne shohim tani është e planifikuar
muajin përpara. Sigurisht. Pra nuk ka ndodhur asgjë e shpërthyer. Dhe gjithçka, Si ndjes vetëm gjithçka çfarë? E deklaroi shefi i shtabit brigjor amerikan që përgatitja për sulmin në Iran kishte disa javë deri në disa muaj që po përgatitet. Ajo çfarë shohim ne është një teatr diplomatik ushtarak. Teatr Teatr me luftësh, teatr luftë, me luftësh. Po si tash se thua këtë si gjën më të thjeshtë në botë teatr lufte. Ma le ta përfundoj, dakor. Tani, me 7 tetor të 2023-shit ndodhi sulmi ndaj Izraelit, sulmi terrorist. I Hamasit në Izrael. I Hamasit ndaj Izraelit. Në një konjunkturë gjeopolitike që do të një emision tjetër për ta diskutuar. Po, nuk e kemi sot kohën e drejtë. Izraeli hyri dhe bëri ato çfarë bëri në Gaza. Për shkatruar Hamasin, e shtroi dorën, e egzagjeroi, sot Netanyahu kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare për krime lufte. Nuk po e fucëm asaj. Po. Pasi shkatroi Hamasin, ose më mirë po themi, strategjia e Iranit në përballje me Izraelin ka gjenë 2 komponentë. E para në pamundësi në distancë për më shumë se 1500 kilometrave. E para në pamundësi për të zhvilluar armën bërthamore, ka zhvilluar raketa dhe shohim numrin e madh të raketave, dhe e dyta ka shkuar dhe ka ngritur proksit e vet në 6 shtete që rrethojnë Izraelin. Në Yemen, në Irak, në Siri, në Liban, në Gaza. Dakor? Dhe çfarë ndodhi? Izraeli kishte 2 alternativa për të përballë me Iranin. Edhe vendimi u mor me 8 tetor 2023-shit. O do shkonte kokë në kokë me Iranin, siç erdhi tani. Ose do sulmonte Hamasin. Ose do largonte proksit e vet. Dhe çfarë ndodhi? Spari sulmoi Hamasin. Hamasin, po. E hoqi qafe. Pam se çfarë bëri vjet me Hezbollahun. Neutralizoi Libanin, sot Libani thash ka shprehur vullnetin për njohjen reciproke me Izraelin. Bëri atë çfarë nuk e mendonte askush në Siri. Po. Bashkë me Turqinë dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor? Goditi edhe në Yemen, goditi Houthit. Shtetet Bashkuara të Amerikës neutralizuan reagimin e proksit të tyre në Irak, sepse urdhëroi qeverinë e Irakut që t'i mbante, dhe pasi shkatroi gjithë proksit, goditi direkt Iranin. Po, shkoi në goditje me proksit e Iranit. Dhe erdhi momenti i larjes hesapeve një herë e përgjithmonë. Qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës është i ndryshëm ose objektivat e Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të ndryshme me objektivat e Izraelit, sepse është normale kjo punë. Dhe objektivat e Shtetet Bashkuara të Amerikës kush janë në këtë rast? Është quarja me tej e marrëveshjeve Abraham që ka nisur që në 2019 presidenti Trump. Sepse në 2019 me anë të marrëveshjeve Abraham siguroi njohjen reciproke nga ana e Katarit edhe e Emiratet e Bashkuara Arabe të Izraelit. Ishte në rrugë për të bërë edhe me Arabinë Saudite. Unë besoj që është hap rruga për të bërë. Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet Bashkuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan dhe do të ndryshojnë fytyrën e linjes mesme, do krijojnë një stabilitet afatgjat, duke dhënë zgjidhje edhe çështjes së Iranit, por një zgjidhje që tjetër pranueshme për palët, dhe kam përshtypjen që fokus sepse ka aq shumë elementë sa ashtu. Por e gjitha kjo ka ardhur pas vizitës më të rëndësishme të një presidenti amerikan ditën e mesme, që është vizita e presidentit Trump para pak javësh. Që arriti që shkoi në 3 shtetet në 3 vendet kryesore, bëri marrëveshje mbi $1 trilion, dhe ajo çfarë shohim që është pranaj thënë që është plan, është që në deklaratën që sot bëri Netanyahu në mëngjes, në kohën kur ishin akoma këto gjëra, tha që me presidentin Trump kemi një plan afatgjat që do të ndryshojë fytyrën e linjes mesme dhe do të sjellim paqen dhe do ta zhvillojmë ekonomikisht. Dhe ajo çfarë unë shoh aty në këtë është tash edhe një skenari më i mirë moshën, best case scenario, është që të jepet zgjidhje një herë për gjithmonë krizave, që shteti Izraeli të vendoset në paqe me të gjithë shtetet e linjës mesme, që të zgjidhet çështja e Palestinës, ka përshtypjen në korrizë të shtetit Palestinës. Në korrizë shtetit. Kam përshtypjen.
ose të paktën në formën si që duan palestinezët. Mund të bëhet diçka me bregun perëndimor, pa ju futur asaj, jo okay. me Gazën. Thjesht përfundoje se kam pastaj edhe gazetarin. Dhe kam përshtypjen që fokusi kryesor, ekonomik, politik, ushtarak, diplomatik i Shtetet Bashkuara të Amerikës sot është lindja mesme, për të kaluar më vonë tek Ukraina dhe Rusia. Tek Ukraina dhe Rusia, për të zgjidhur një herë për gjithmonë këto, pastaj për të pastaj të marrë çmimin Nobel për paqen. Për të fokusuar pastaj në linjën e largët me Kinën edhe me problemet e tjera. Me Kinën, okay, tjetër historia.